Pozita e triple, Rigon dhe në Ninja, full height Flatro. 4 lojtari kemi shumë afër në asajt. Kemi edhe Synopsin prej Buzz dhe Gincin nga Window në pozitën e jungle. Fillon aksioni këto, Jax dhe Rigon me 2 eliminime të shpejta. Synops me Beretas, long range, arrin killin drejt. Kundërshtarët Kensi e shrojnë pozita e Flatros dhe Synopsit që sjellin pikën e parë tashmë për bënen 1-0. Fillon mapa Mirage. Ekip shumë e fort, Aurora tashmë me 2 ndryshime nga lojtarët e tyre. E kemi pa edhe lojtarin Paci dhe lojtari Belarus Grix. Pozita e 47 në World Ranking nga ekipa kundërshtare Aurora. Force by call nga ana e tyre. Në drejtim të midit në Shon dhe kërkoj killin e Flatros. Një demishteti madh drejt Flatros. Right side position. Tashmë ka arrit këtë pozitën Flatro dhe një ndihmë e vogël që i vjen prej Rigon. Do vazhdoj i pozicionuar për në under Rigon. 5 lojtarë ekipa e Auroras në pozitën e midit. Synops dhe Rigon. Të rrisje prapa tashma të fokusuar në Shore dhe në B-Eps. B-split call në mid-round këto nga ekipa kundërshtare Aurora. Vazhdon aksioni, e shojmë Rigon, nuk ka kill ende. Synops në ndim për Rigonin, Sener që ka arrit ta eliminoj Kleksin. Vazhdon Rigon, Synops. Ende gjallë të dysha për nëves, eliminohet Synopsi. Presim Rigonin që eliminohet pashtu, vjen ndihma e Flatros. Pozita ti main kitchen, change weapon me stil dhe Sener. Afrohet kundërshtari Kensi, close range, do përshëndetet edhe Kensi Flatro për pikën e dytë të pënes. Super Flatro me vetëm 5 HP arrin të eliminoj 2 lojtarë kundërshtarë. Ekonomi e dëbë dhe shojmë, do vazhdojmë vetëm në half bike të ekipa e Auroras. Një tentim më herët pra pam me full rush drejt midit. Dhe pastaj ndryshimi strategjisë duke vazhduar lojën me B-split. Një lojtar në B-Eps, 3 të tjerë në short dhe Kleksi në lurk që u eliminua mjaft mirë prej Senerit. E shojmë Kleksi është përsëri në rolin e tij, i vetëm në A-ramp, në top mid kemi Kensin dhe 3 lojtarët e tjerë të Auroras në B-Eps, po ashtu edhe bomba e shojmë në minimap. Super nade i Synopsit. Një damage shumë i madh që shkakton kundërshtarit Paci. Të gjitha lojt janë best of one, është loja e dytë. E para ishte free win, në lojën e dytë arritëm fitore 13-7, kjo është loja e tretë për sot nga BNA. Sener, përsëri në eliminim drejt Kleksit, tashmë shojmë edhe Flatron. Rigon në ndihmë për Flatron, pozita e tyre pra në mid-ramp dhe në short. Dysha që ka mbete në të gjallë Paci dhe Grix, shumë afër B-Epsit, ku në pritje për ta vazhdon tjetë Synops. Ne shojmë aksionin, backside position Synopsi, vjen këtu Rigon. Në short që indimon mjaft mirë Synopsi, double kill Rigon. Dhe 3 eliminime Sener, Synops dhe Flatro. 3-0 bëneja. Ta shdojmë roundin e 4. Full buy tashmë mundësia për Auroran. Edhe erën e kalume në Ancient Djent e filluan mapën mjaft mirë, por që fatkeqësisht ishte një comeback dhe në fund nga ekipa kundërshtare e rusëve. Shpresojmë që mos të ndodh i njëjti sistem, sigur sa erën e kalume. Paci, loje shpejt, agresive drejt rrotës. Kundërpërgjigje prej Molotovit nga dysha jon Senar dhe Jax. E shojmë Paci ka arrit futet në right side ramp. Kemi edhe 2 lojtarë të tjerë, Grix dhe Kleksi në pozitën e rampës dhe po ashtu në Pallas. Ndihma e Flatros do tjetë nga pozita e jungle për Gincin dhe Senerin. Anën tjetër afron edhe në under me Kensin dhe po ashtu Norvin. Behind boxes. Molotov e edhur dhe një smoke nga lojtarët tanë në Rigon dhe Flatro. Super nade tjetër. Merret prej Synopsit tashmë nga Rigon. Apo ishte përsëri Synopsi, më falni. Sera e dytë pra Sinqa që atë shallon këto në mes mesit. Aksionin që po e presim pra këtu tek Flatro është pozita e konektorit.
Do vazhdojnë në play të Liquid Style, Norvi dhe Kensi në fejt të smokit do tjetë kjo play nga ekipa kundërshtare. Kuptot me ndodhe Flatros, vjen Rigon këtu, nuk arrin double killin, është Norvi ai cili realizon një double kill. Betet vetëm Synops, Grix në plan të bombës, paci shumë afër Sinqes. Kërkohet Synopsi. Stand dhe gjallë, 19 HP nga Synops, Grix dhe Kleksi. Dysha në loj HP nga ekipa kundërshtare që eliminojnë tashmë dhe Sinqen. Vjen pika e parë nga ekipa kundërshtare Aurora. Call për A-split me 3 litar në Ram Palace dhe 2 të tjerë pra i pam në connector. Pam edhe Synopsin ishte shumë afër Rigonit në short. Lëshoj komplet edhe pozitën e bës Synopsi, por që fatkeqësisht nuk arritën më herët me vazhdu me double pick. Rigon brenda në ladder dhe Synops, long range, deep short. I njëti call sikur se më herët po e shohim. Ky default nga Aurora. Top mid, under, 3 litar, drejt as. Shohim Baneja me një ndryshim. Pra Genci dhe Sener shumë afër Flatrës. Është një call më agresiv për play drejt midit. Ku kam vetëm një litar Aurora, pra lojtarin Norvi. Që vazhdojnë lojnë e ti këtu behind boxes në top mid. Vjen ndihma dhe Kensit ku lëshon pozitën e under. Do e fillojnë roundin me 2 litar tashmë drejt midit këtu Aurora. Tjetër smoke në window. Double smokes, top gun, double nade në short. Një boost prej Synopsit drejt Rigon, tash me aksioni Sener, vetëm një kill nga Qaza. Nuk kemi ndonjë trade prej Flatros apo Gencit. Rigon, loj më defanzive nga Rigon. GX i sakt, gjithçka barabar 3 kundër 3, por probleme në asajt. Do të ketë këtu Baneja, sepse shohim ekipën kundërshtare që kanë arrit futën tashmë në sandwich, Apex dhe në Palace. Afron me flesha, drejt Flatros. Mjaft mirë Flatro në dodge të fleshave. Flex me një nade, Grix që kërkon Flatron, vazhdon Flatro, dhe GX këtu. Nuk ka kill, Synopsi në vend të Gencit që afrohet prej City. Synops, më afër Kleksit. Synops, 4-1 Baneja. Tjetër round i fituar prej ekipës so full retake në offside nga treshja GX. Synops dhe Flatro, që ishte fillimisht në pritje për ekipën kundërshtare me atë off angle offer pozitës së konektorit. Raundi i 6, 3 pik para Baneja. E po menjar me lexim të lojës Baneja. Call loj më të shpejt, më agresive. Ishte planifikuar Sener me full pick pejt për Flatron, që mos të kuptohet do më thënë. Loja e Flatros që vazhdonte ende të qëndronte në connector. Në super play, super call prej Synopsit dhe Banes në atë round. Shohim këtu Paci do t'jetë në vend të Norvit, në ndihmë për Kensin nga pozita under. Grix, sniperisti Belarus, tashmë në kërkim për Gencin drejt window dhe konektorit. Loj më defanzive në këtë round, në këtë aksion që po e shohim nga Baneja. Rigon do t'jetë përsëri në kontaktin e parë. Rigon dëgjon hapat e ekipës Aurora, Rigon me full call. Tjeti saktu edhe Genci e shohim këtë super lëvizje të Rigon. Rigon vazhdon në kill, kërkon edhe Paci këtu. Rigon, double kill. GX në tjetër. Çfarë loje bukur nga dyshja jon GX dhe Rigon. Tjetër round i jashtëzakonshëm këtu nga Baneja, sidomos prej dyshës son GX dhe Rigon. Çfarë lëvizje mençur nga shfulja jon. Nuk pat eliminim direkt drejt sniperistit Grix. Lejoj dyshën kundërshtarët futeshin në boss side drejt Gencit. E pastaj me lëvizje nga prapa realizon double killin. Tjetër call nga Aurora. Një ndryshim e shohim. I njëjti sistem me 2 litar në under, por kemi vetëm një player aty Norvin në top mid. Dhe loj shumë më qetë drejt os me 2 litar të tjerë pra në Ram dhe në Palace. 3 litar në hall për asajt, Flatro, GX dhe Sener. Afrohet Kensi dhe Paci. Do tentojnë ndoshta për double pick nga pozita e benchit në under window. E shohim Rigon në telashin në shpulja. Apo jo, është ende gjallë Rigon, eliminohet vetëm Flatro. Vjen ndihma e Sener, por që nuk ja dalin këtu Bad News Eagles. Një hushje e madhe në close range, pra
Problem shumë i madh është ende gjallë Genci. Change weapon. Mjaft mirë, deri më tash menaxhim i mirë ky prej sniperistit ton Jax Rigon. Por është Kleksi me një one tap të shpejt drejt Gencit. Synops, eliminot Grix, vazhdo Sicja, Synops, Rigon deri në fund. 6-1. Tjetër round i fituar nga Bad News Eagles. Pa, çfarë lojë e bukur sot këtu nga PNE-ja. E pam edhe lojtë e fundit në Open Qualifiers 3. Të pandalshëm djemt, fatkeqësisht. Ishte ekipa nga Rusia që po flitet për shica pro. Hesta nga shumë ekipe dhe pro playerat që kanë vazhdu me bu tweet në Twitter. Shpresojmë tjetë forma sikurse edhe erën e kaluar pra nga PNE-ja. Shkojmë deri në fund është edhe për close qualifier. Vjen një tjetër entry apo kill i parë nga Rigon prej pozitës së shortit. Një ndryshim i vogël nga Aurora me 2 lojtarë që e fillojnë roundin pra në top mid. Për ndryshën ndër i njëjti sistem, Kensi dhe Paci. I vetëm në rëm do t'jetë Kleksi. Rota connected to tashma dhe Synops. Një ndim për Bad News Eagles nga Sicja. Synops i sakt në sniperistin Grix. Një super timing tjetër edhe po Rigon që eliminon aty kundërshtarin Kensi. Do vazhdoj Rigon të në fund apo Synopsi. Ai cili ndihmon shfulës dhe nuk e lejon kundërshtarin tjetër më tepër gjallë. Tjetër pik. Po shkojmë pikt. Rushe kumbla si pazor. Pika 7. Bad News Eagles. 6 pik para raundi i 9. Shojmë edhe një Rigon tjetër pra kohët e fundit. Super lojë Rigonit. Senar dhe Jax do t'jenë hold pra nga pozita e stërsit dhe default outside. Po vjen tashmë edhe ky execute drejt dyshës. Dima e Flatrës, do e shojmë Flatrën full pick në bend. Vazhdo Flatrën, double kill. Flatrën që kërkon edhe killin e tretë. Ndalen nga Kleksi. Vetet vetëm Kleksi dhe lojtari Grix në pozitën e pallas dhe në ramp. Ne shohim Bad News Eagles që kërkojnë vazhdimisht duele dhe nuk ndalet pra ekipa jonë. Vetet vetëm sniperisti Grix në 30 HP, pozita e tij brenda rampës. Përshëndetje dhe urime. Jax. Pika 8. 8-1 ky rezultat. Cia për full buy tashmë edhe nga Aurora Team. Shojmë edhe tabelën. Rigon Synops me 12 vrasje dhe 11 të Siçës. Fillon raundi këtu Synops drejt midit pra me molli behind boxes. Ku tashmë shojmë edhe një ndryshim nga Aurora. Pra një call tjetër, 3 lojtarë janë në top mid. Dhe dyshja tjetër me loj të jetë nga dalë pra jo në ndër por të fokusuar në bjeps. Do t'jetë një B-split call nga ekipa e rusve. Në all për ta Jax mjaft mirë kjo pozitë. E shojmë entrin apo jo. Shpoton aty kundërshtari Paci. Levizja e menqër e Genci të rejqe prapa. Tashma Paci që eliminon Flatron. Një damage i madh prej Molotovit, por nuk kam fare info për levizjen e Norvit në pozitën e shortit. Afrot në kishin këtu, Rigon dhe Senar. Probleme për pënin, apo jo, e ka kuptuar vendodhën e sniperistit. Shfula, por që nuk arrin killin. Nuk ka full vision, probleme tashma dhe për Rigon. Betet krejtësisht i vetëm, eliminot edhe Senar. Rigon që kërkon killin vazhdimisht tek kundërshtari në bench Paci, i cili e ndalë Rigonin, vjen pika e 2 të Auroras. 2 pik tashmë në T-side nga ekipa e rusve. Pam pra Jax ishte në pritje nga pozita balkonit. E menduar nga ana e tij që sniperisti Grix do vazhdoj play në parë në bjep sepse në shumë raunde BNE arriti të fitoj
Këto kallat e Auroras për në outside dhe në mid. Mjaft mire menduar për Gencit, por unlucky. Lojtari i parë në play të Kallashit, ai cili eliminoi edhe Flatron, lojtari Paci. Nista smon nga Paci. Për në window. Tjetër call nga Aurora. Tashmë e shohim. Dim për Kleksin. Do tjetë Paci këtu tek pozita e rampës. Një fake i vogël ndoshta. Apo një lojë shumë e qetë e ekipës nga Rusia që vazhdojnë deri në fund për split. Mbetet të shihet një lojtar vetëm në under. Dhe do tjerë në top mid nga Aurora. Lëshon smokat. Lëshon smokat për në outside. Tashmë nga Aurora team. Shpërqendroi ekipën tonë. Mjaft mirë këto Flatro i fokusuar në mete. Do fitoj duelin drejt kundërshtarit Norve. Eliminohet pra. Lojtari i Auroras. Shohim Rikon aty. Stili Gjakizuki. Zener në Kleksin. 3 eliminimet shpejta nga Bad News Eagles. Kërkohet tashmë edhe Paci full pick Zener nga pozita Shadow. Mbetet vetëm Grix. Çfarë loje sot prej Bad News Eagles. Po shkëlqejnë djem, po mos pju bim në sysh. Ka dale që to. Rada në connector. Kuptove do nga Grix. Ka të mirë Zener. Dere në fund. Eliminohet sniperisti Grix. Ka 9. Rezultati fail. Në avantazh të nga PNA. Raundi i fundit tashmë për pjesën e parë. Tek mapa Mirage. Herën e fundit pra ishim në mapën Ancient, kundër Auroras. Sot në Mirage tjetër loj prej bënejs. Tactical timeout nga ekipa e rusëve. Mundësi për 2 kallasha, 1 Galil. Dere më tarë që po i shohim lartë në tabel, tek Kensi, Kleksi dhe Grix. Këto lojt që do i përcjellim sonte pra gjitha janë best of 1. Fillojnë raundin me 3 lojtarë në outside ekipa jo. Anën tjetër Aurora 4 lojtarë në mid dhe i vetëm do tjetë në ramp Kleksi, pra lurkeri e ekipës kundërshtare. Kontakti i parë e presim nga Jax, i cili ka tashmë pozitën full kontroll të midit nga kjo pozitë e shortit, afrohet Norve, Mac time play, rëzik për Gencin apo jo me shot fillimisht, ata Jax eliminot. Nuk ka kill nga ana e Gencit. Norve që fiton duelin dhe arrin 3 kille. Në all për B do t'jemi me 2 lojtarë. Pa, Norve tashmë i saktë edhe në Flatron. I kushtoj shumë, I miss shot Gencit. Futën outside ekipa e Auroras. Në play drejt tyre nga prapa do tjetë qaza jon i bukur. Blokohet fillimisht me një smoke. Presim play në Senerit. Ja u merr menja që Sener duhet jetë brenda rampës, e din gjithë që është lojtari i as dhe vetëm kjo pozit nuk është bërë clear ende nga Aurora. Molotov e edhur drejt Kensit, afrohet aty Sener, nuk ka damage drejti. Mis malli sa i përket pozitës së default, mbetet vetëm Regan dhe Sinaps. 2-4, eliminohet tashmë Regan. I vetëm Sinqia. Përfundon pjesa e parë me 9 pikë të PNA-s dhe vetëm 3 pikë të Auroras. Do e shohim tashmë me njerë pjesën e dytë në T-side. Lan raundi i parë për pjesën e dytë. Kall për Sinopsit. Me drejtar në mid. Do të realizohet një boost fillimisht me këtë pit to 50 të Recon. Grix i vetëm sniperisti në window. Default play nga Aurora. 2 lojtarë në B, 2 të tjerë në outside.
largohet nga vendi për bus, pra Rigon dhe Sinops, është nga Flatrov, fillon kontakti I parë drejt midit, është kundërshtari Grix, që vazhdon të bëj pritje për këtë window boost. Pejtë të shihet se çka kam vendosur Bad News Eagles. Top kanë smoke nga Jax. Grix, kërkon kill në Gencin. Probleme për Gencin apo jo, është kontakti I Flatrës drejt nga kundërshtarin tjetër Paci. Shohim Flatra, kërkon killin tjetër. Blokohet u paksa Bad News Eagles, ka ende kill. Mbetemi me Gencin dhe Flatrën brenda konektorit dhe në under window. Kontakt edhe prej Senar në Bjeps. Ende të blokuar Bad News Eagles. GX kuptohet lëvizja e tij. Shumë afër ta fitoj duelin, por që ndalet nga Kensi. Tashmë Flatro. Zita e tij në Delpan. Probleme për bënin. E eliminohet Senar. Vetë vetëm Rigon dhe Flatro. Firepower e ekipës son. Rigon ende me këtë pit to 50. Që ndoshta do të realizojë ndonjë double kill ku Rigon. Apo jo eliminohet Flatro. Rigon I vetëm ndalet edhe kjo po ashtu. Humbët raundi I parë për pjesën e dytë, pika e 4. Nga ekipa e rusëve. Fulliko do vazhdoj kjo rand prej BNS, 3 lojtar në A, 2 të tjerë në B. Vetëm një jiggle ping nga kundërshtarin Norvi drejt Bjepsit. Ka rrit me e pa dhe në shohim deri më tash. Është shumë e qetë në pritje për hedhje të utilities. Baneja për ekipën kundërshtare. Eliminohet Flatro. Vetëm Senar dhe Sinops. Ky fundit ka rrit me pas një pit to 50. Mjaft mirë Senar me Glock të arrin të paktën një kill. Tam për një tjetër kill, nice try Senar. Pik tjetër pra për ekipën kundërshtare Aurora. Cia e BNS për full buy. Tjetër tactical timeout. Peacemaker. Kanë tashmë edhe kjo round me lëvizje të shpejtë të kundërshtarit Kensi drejt në under. Do të thronë një smoke nga ana e tij. Senar ka arritur të ndëgjoj play-in e kundërshtarit Kensi. Eliminon aty 2 lojtar nga Rigon. Prej pozitës së pallas tashmë ndalet Rigon dhe presin Flatrën në reagim. Kuptohet edhe vendodhja e kundërshtarit Kleksi. Right side CT. Flatro mjaft mirë të e shfrytëzon në hapësirën e smokut Flatro. Kensi që ka rrit ta ndalë Sinopsin. Do të
shkoj Jax deri në fund për bejt të flatrës. Apo do t'jetë kundërta këtu. I shohim dy lojtar në pozitën e Ninjas. Afrohet Norvi dhe Kensi. Hedhje të fleshave drejt pozitës së Cities. Jax që afrohet aty mjaft mirë. Në smoke dhe ka rrit një eliminim. Budët pak sa flatro. Nuk e ka kuptuar këtë lëvizje të kundërshtarit Norvi, i cili ka kohë për diffuse të bombës. Humbët kjo round. Nice try, çka me thon tjetër? Vazhdojmë. Nga 9-3, 3 raunde të fituara tashmë në City side nga ekipa e Roosevelt. Connector nga vetë Eagles, afrohen djemt, Sinopsi në rendin e parë. Kensi me reagim nga korneri Jungle që eliminon dy lojtarë të ekipës, Grix Klexi dhe Paci për pikën e 7, Aurora Team. Ishte një call mjaft i mirë pra i play drejt as. E pam se sa lehtë arritën me bë open. As-sajtin, sidomos Rigon me double kill të shpejt, një spray kallashit nga pozita e Pallas, që eliminoi dy lojtarë tek pozita e konektorit në afërsinë të Jungle. Tashmë një ndryshim nga Boneja. Bashkë prej ekipës Auroras agresive fillimisht. Damage i madh nga Inade e hedhur prej Kensi. Dysha Grix dhe Kensi. Afërsitë të konektorit. Pra janë 3 lojtarë në hall për as-site nga ekipa e Auroras. 2 lojtarë të Bones që po afrohen në ramp në Pallas kemi Rigonin dhe i vetëm Sener. Pozita e tij si gjithmonë në B-Apps. Tashmë largohet edhe qaza dal nga dal, 1 minutë kohë për Bonen. Kanë ende kohë që vazhdojnë pritjen për qazën derisa të afrohet. Tashmë e shohim edhe Senerin që ndodhet shumë afër Gensit Sinopsit. Ka me vete një nade dhe një flash, ndoshta për enter. E lëshon këtë flash në stairs. Dalet Sinopsi. Dali as Klexi me një eliminim. Gjithçka barabar 3 kundër 3. Jax që ka arrit një kill tashmë ishte lojtari Kensi tek pozita e Jungle. Mbetën vetëm Grix dhe Norvi. E shohim sniperistin kundërshtar që po afrohet në City. Do të kërkoj pozitën e Senerit në sandwich. Rigo në shadow dhe Jax në Tetris. Tashmë është kuptuar me ndodhe e Rigo. Se eliminot mjaft mirë prej Rigonit, një flash ishte i hedhur edhe prej kundërshtarit Grix në ndihmë drejt bashkëlojtarit. Është ende gjallë sniperisti në pritje për në Jungle. Afrohet anën tjetër këtu edhe Sener. Dale qaza. Këna kemi shpejt prej Gensit me Rigon. Vjen pika e parë në T-side nga vetë Eagles. Pika e 10. Mjaft mirë edhe në këtë round. Edhe pse ishin 3 lojtarë fillimisht në hall për as-side. Boneja ja doli deri në fund pra. E trejta Sinopsit dhe pastaj ai eliminimi i Gensit. Ishte një impakt i madh drejt kundërshtarit Kensi. Vazhdoi me AK Jax. Një agresive tjetër nga lojtari Paci, ishte lojtari Spirit.
Frod Jax, ende në busto, do t'jetë loja e dyshës. Nuk ka info për vendodhën e kundërshtarëve, të rishje prapa loj më defansive tashmë nga Aurora. Afrohemi në top mid dhe poshtu në under me 4 lojtarë në mid. Në connector të Rigon. Vjen e 3 killi, eliminot Kitsi. Ndërpërsisja Pacit. Rigon! Double kill ish fullës dhe synos me një eliminim tjetër. No hold për ekipa të tashmo kundërshtari Norwich. Po ashtu dhe ky eliminot mjaft mirë nga Juan Filatro. Rigon shumë mafor për triple kill. Shfulja jon i pandalshëm në këtë round. E pam. Super goditje e Rigonit nga të dy apozitat në connector dhe po ashtu në ticket. Betët vetëm Kleksi të pozita e Pallas ku drejti afro tashmë Flatro. Ne shohim aksionin. Flatro, opa. Surpriz. 11-7, 2 raunde i duhet bënes. Këto është mundësia për një hakmarrje të vogël. Sepse shohim edhe ekipën e Auroras janë në ekonomi të dobët sa i përket këtij raundi. Mundësi për pikën e 12, pikën e barazimit nga Bad News Eagles. Dhe pastaj me vazhdu me loj më të qetë, më të sigurt ekipa jonë. Default play për Auroras, nuk ka ndonjë stack. Ndryshimi është dy lojtarë në connector, 2 të tjerë në short në tentim për loj agresive nga ana e tyre. E shohim Flatro, second del pump position. Eliminon aty Paci dhe Kenzi mjaft mirë nga Rigon dhe Sinops. Shot edhe Molotovin under, një tjetër lojtar Kleksi, op. Rigon on fire. Pra pati Sinops se Flatro aty. Pika 12. Jemi shumë mafër këtu për fitore që të vazhdoj ky Open Qualifier si PGL Astana. Shohim edhe tabelën. 22 vrasje për Rigonit. Ja kanë hek zinxhirt Bishëson. Insta window. Prej Sener, top mid smoke nga Sinops. Fall prej Sinqes edhe me një connector smoke. Drejt bës është ky call. I vetëm do t'jetë Flatro në mid-ramp position. E shohim. E tashmë reagim drejt bës. Kjo e kuptuar mjaft mirë nga Aurora. Eliminot Flatro po ashtu. Probleme për Bad News Eagles. Sener betet Asaneja s'knej qaza. Do të humbet shumë shpejt kjo round pra. Drejt djemve. Një damage shumë i madh. Hala pa fillu dhe ekzekutimi. Gjithçka shkoj mrapsht. Shumë herët pra e pam edhe kundërshtarin Paci që i ndëgjoj hapat e djemve. Unë gotën këto ekipa jon. Dhe ishin të fokusuar me 3 lojtarë në hall për B. Lojtarën e B-s, Norvin, Paci prej shortit, po ashtu edhe në rotate shumë të shpejt. Kleksi apo lojtari Grix ishte në vend të tij. Ky timeout tjetër nga Peacemaker. E shohim në AWP play do t'jetë Rigon. Apo do t'kemi një drop drejt Gencet, betet të shihet? Jo. E ka vendos Fulja që të shkoj deri në fund është me rol të sniperistit në këtë round. Insta smoke në window. Fillon në roundi për Bad News Eagles. Që shpresojmë ta gjej fitoren. Loj e shpejt këto e shfullës. Rigon! Ishte shumë mafër për entry kill. Qfar lëvizje bukur nga Rigon. Por fat keq. Shpoton aty kundërshtari Norve. Ka një wallbang tjetër të Rigon. Loj full agresive nga ana e tij. I pandalshëm shfullja. Treqe prapa Gencit nga Bjepsi. Ishte planifikuar për change weapon mes tij dhe Rigonit.
Nështë ta pas tentimit parë që e pam aty drejt bjepsit nga Rigon. Doj shumë me qetë, vetëm në hold janë bet News Eagles. 2 lojtarë që mbetën këtu në hold edhe për offside nga Aurora. I vetëm në window do tjetë Grix. Apo jo. Të rriset prapa. Corner position në jungle. Afrohen drejt të rampës. Kensi dhe Klexi. Fillon ekzekutimin nga përneja. Rigon, çfarë lëvizje e menshur kjo për Ishpulles. E shojnë, pra ishte vetëm në jiggle aty të kuptonte edhe lojnë e kundërshtarëve. Double kill Cener dhe Sinoc. Full open. Offside tashmë nga përneja afron të City Sinoc. Shumë mofër për triple kill Cicja. Cener dhe Rigon brenda në site. E shojmë, Flatro shumë mofër në steps. Super lojt, definitivisht. Kjo është bëneja për këta pleja na ka marrë malli për të lojt bukra. Shkojmë me njere me tabelen e esportalit. HAVU CS2, ekipa në pritje për djemt. Ma herën të sëgo, organizata e HAVUs kanë qenë pra nga Finlanda. Me line-up 5 lojtarë të Finlandës. Do e shojmë shumë shpejt. Po, vetëm se kemi lojtarë tjerë nga HAVU. Alex, Puha, Otto, Peko,